Atere, Pjetri ju afrua dhe tha, Zot, nëse vlla im më katon kundër meje, sa herë duhet ta fal? Deri 7 herë. Jezusi ju tha, unë nuk them deri në 7 herë, por deri në 77 herë. Prandaj mbretëria e Kievit ngjan një mbretit të Qedeshit të përbënte llogarinë shërbëtorëve të vet. Mbasi filloi të bëj llogarinë, i sollën një detyruar 10.000 talenta, dhe duke qenë se ky nuk ishte të paguante, zotëria e tij urdhroi të shitej ai me gruan e tij dhe bijtë e tij dhe gjithë që kishte të shliej detyrimin. Atëherë ai shërbëtor ra ndërkëmbë, i lutej duke thënë, Zot, ki durim me mua dhe unë do të paguaj të gjitha. I shtir nga dëmshuria zotëria e tij shërbëtorit, e la të lirë dhe ai ja fali detyrimin. Por, ai shërbëtor, si doli takoi një nga shërbëtorët e tjerë, që i detyroi 100 dinar. Dhe mbasi e zuri, përfiti, po mbiste duke thënë, më paguaj detyrimin që më ke. Atëherë shërbëtori shok i tij ra ndërkëmbë dhe ju lut duke thënë, ki duri me mua dhe të paguaj të gjitha. Por ai nuk deshi, madje shkoi dhe e futi në burg derisa ai të shlinte detyrimin. Por shërbëtorët e tjerë, kur e pan ngjarjen, u pikëlluan shumë dhe shkuan dhe i thanë zotërisë së tyre diçka kishte ndodhur. Atëherë zotëria e tij e thirrri dhe i tha, shërbëtori lig, unë të fala gjithë këtë detyrim. Sepse mu lute, a nuk duhet të kishe mëshirë edhe ti për shokun tënd, ashtu siç pata mëshirë unë për ty? Dhe zotëria e tij, i zemëruar nga dorëzimi i torturusëve, u dorëzoi torturusëve, gjithsa të pagunte gjithë detyrimin. Kështu do të veprojmë me ju edhe atim qiellor, në qoftë se secili prej jush nuk e fal me gjithë zemër vllain e vet për fajet e vet. Krishti është në shërbimin e tij, vëllezër të dashur, në trajt trupore, bashkë me nxënësit e tij. Dhe ndërkohë, i flet, ka filluar dhe t'i mësoj çfarë do të bëhet në qoftë se vllai tënd më katon kundërtoj, siç thot në paragrafin që lexuam, dhe çfarë do të bësh ti në qoftë se vllai tënd më katon kundër teje, dhe fjalët e Krishtit dëgjohen në vesht e nxënësve dhe si neve sot, kur ne lexojmë dhe studiojmë dhe kur e dëgjojmë në kish. Dhe papritur, shkoi tek Zoti Pjetri. Dhe erdhi tek ai, Pjetri, thot, Zot, sa herë më katon vllai tik me mua mund ta fal? 7 herë, do me thënë. Dhe kishte një pjetje shumë të bukur, Pjetri për të bërë, të cilën mirë bëri dhe bëri, nxënësi i Krishtit, që ta sjelli përpara Zotit. Dhe është mirë, vëllezër të dashur, kur kemi pyetje dhe kur kemi gjëra që nuk i kuptojmë të Perëndis, duhet të presim, të pyesim Zotin. Dhe sigurisht dhe gjërat e tjera, por më tepër frymërore. T'i afrohemi Krishtit. Shumë mirë bëri Pjetri dhe ju afrua Krishtit. Dhe kishte një dyshim në trup, një pyetje. Sa herë duhet të më katoj vëllai tim tek mua që unë ta fal, dhe sa herë që kemi të tilla gjëra në zemrën tonë, dhe me një zemër të drejtë tek Zoti, Zoti do na japi përgjigje, do na japi zgjidhje. Gjithmonë kur pjesja e Zotit më kujtohet për gjëra të ndryshme, ose nga tribuna këtu, ose nga një vëlla, ose nga një shërbëtor i Zotit, më kujtohet që gjithmonë Zoti vinte me dhinte përgjigje dhe zgjidhje. Dhe gjithë zgjuarësia është e shkruar në këtë Bibël. Është zgjuarësia e Perëndis dhe jemi të lumtur që kemi këtë gjë. Por ndërkohë që Pjetri shkoi tek Zoti dhe pyeti për këtë që kishte në mendje, tha dhe mendimin e tij. 7 herë. Domethënë gjë në 7 herë. I afroi nga janë Krishtit që ta pyesi, por po shpreu edhe mendimin e tij. Dhe këtu nga njerë
këtu besoj se e prishi Petri, shumë si që edhe ne, vëllezër, e prishim, sepse veshim drejtsin ton, e cila që nuk ka asnjë lidhje me drejtsinë e Perëndis. Ndërkohë që pjetë dhe mirë bën Pietri, përfundon dhe thot gjenë shtater dhe e quan, do me thënë në mendjen tim, do shta është dhe shumë erë shtater të falë një njeriun, është e pamundur më tepër. Por Perëndia na thot vëllezër dashur ta pastrojmë veshjen tonë, sepse drejtësia e njeriut është si një rob e pist. Dhe kur njeriu i cili afrohet Perëndis nuk e pastron, nuk do të mundet të mësoj dëshirën e Perëndis. Do ketë probleme njeriu i Perëndis. Do të flasi Perëndia, por njeriu mund të mos ta kuptojë, sepse do të vendesi përpara drejtsinë e tij. Dhe kujtohet i verbri që ndodhej në rrugë dhe dëgjoi Krishtin që të bërtasi, të thrasi, të kaloj, jo të thrasi. Dhe filloi ai të thriste. Zot, biri Davidit, ki mëshirë për mua. Dhe kur Krishti ndaloi dhe e thiri që ta sjellin dhe tha, "Hiqe veshjen tënde dhe kur shkojmë tek pjesim Krishtin vëllezër, dashur, një gjë duhet të bëjmë. Të boshatisim veten tonë. Ta boshatisim pra nga mendimet tona, nga se çfarë mendojmë dhe se çfarë besojmë dhe si e kemi imagjinuar në jetën tonë ose si e shikojmë akoma me si tona këto fakte. Ti bëjmë zero. Ti bëjmë zero pra. Dhe të themi, Zot, cila është dëshira tënde? Me zemër të pastër, të drejtë para Perëndis. Si ta pastroj zemrën time? Me gjakun e Krishtit. Në orën e lutjes, në orën e kërkesës të Zotit. Zot, pastroj zemrën time, me qëllim që mos të jetë dëshira ime, drejtësia time brenda, por të nxej brenda drejtsinë tënde. Sigurisht që Petri, përveç se të tjerave, që solli dhe mendimin e tij, e cila përfundimisht nuk ka asnjë lidhje me dëshirën e Perëndis, pyeti sa herë në qoftë se më katon një vëlla kundër meje. Nuk tha sa herë më katoj unë kundër vëllait tim të më fali, por vëri veten e tij e vuri të pastër dhe një tjetër e vuri që të më katoj kundër tij. Do me thënë duke treguar që unë nuk më katoj shumë, unë jam i mirë, por të tjerët kanë faj. Të tjerët në qoftë se kanë faj, unë si do sillen. Përsëri gabim vëllezër, mendimi gabuar. Përsëri rrugë e gabuar e një kristiani. Sepse Perëndia do që në qoftë se mendojmë gjërat tona, drejtsinë tonë, është si unë do të sillem tek një tjetër. Në qoftë se unë bëj mëkat tek një tjetër, në qoftë se unë krijoj probleme tek një tjetër. Është pra një fenomen i shpesht ose ndoshta i rrallë në zemrën e njeriut të shikojnë nëse kanë fajt e tjerët. Pra, këtë duhet ta kemi kujdes, sepse kjo është një ndalesë që t'i afrojmë të marrim bekimin e Perëndis. Thot në Bibël në disa momente që njerëzit predikojnë, por një njeri të besnik kush do ta gjej, secili për veten e tij, sepse secili dëshiron veten e tij, mendon gjithmonë për veten e tij dhe justifikon veten e tij dhe justifikojnë veten tonë. Por tjetrin sa shpesh e justifikojmë. Dhe nëse është fëmia jon, grua jon ose burri juaj, më thjesht e justifikojmë. Por nëse është dikush tjetër më i largët, dhe nëse shumë i largët, atëherë fillojnë prishin gjërat vëllezër të dashur. Prandaj është shumë e rëndësishme që Perëndia na i tregon që të bësh ato që bëjnë të tjerët të duan, ata që do ti që të bëjnë të tjerët. Ja, shiko çfarë do që të bëjnë njerëzit tek ti, ose vëllezërit të bëjnë tek mua, ta marr, ta shkruajnë një letër, ta mendoj, çfarë desha, të më flasin, të më përqafojnë, të marrin telefon, të gëzojnë kur më shikojnë. Gjëra të bukura janë këto. Ato që ti do deshe që të bëjnë vëllezërit e tu, mos pres të të shikojnë nëse mi bëjnë, por unë t'i bëj tek ata. Do me thënë të bëjmë një kristian energjik, një kristian i cili do të zbatoj pari, akoma që dhe nëse nuk e zbatojnë të tjerët. Dhe
më kujtohet, i pari që na tregoi këtë rrugë ishte Krishti, i cili ishte në formë perëndie, boshatesi veten e tij, erdhi këtu, pa asnjë njeri t'i japi, t'i bëjë të mirë, ai gjithmonë i jepte të mira, gjithmonë. Dhe akoma jep të mira. Krishti. Por dhe njerëzit e Perëndisë, të Biblës, vëllezër, që shikojmë brenda në fjalën e Perëndisë, shërbëtorët e Perëndisë, ato bënin gjithmonë. Nuk shikonin në qofse të tjerë çfarë bënin tek ata, dhe kështu do silleshin dhe ata, por ata se çfarë bënin, pavarësisht se ç'bënin të tjerët. Dhe atë ditë do të qëndrojmë në hapën në tribunën e Krishtit dhe ta dim të gjithë shumë mirë dhe ta vendosim në zemrat tona që nuk do na pjesi Perëndia dhe nuk do na kërkoj llogari se çfarë bën të tjerët tek ne. Zot u nxea sepse ajo grua jeme, ai burri im, ai bashkëpunëtori tim dhe gjejmë justifikime për mëkatin ton. Por mirë është që mos e gjejmë justifikime për mëkatet tona, por të shikojmë justifikime për të tjerët dhe gjithmonë pa kufi ti justifikojmë të tjerët dhe përkundrazi të kontrollojmë veten tonë. Ndërkohë që Pjetri dhe thot tek ai Jezusi, nuk ju quaj, nuk të thuem 7 herë, por 70 herë 7, do me thënë ka shumer ta falësh vëllan tënd në qofse bën mëkat e këtij dhe në një ungjil tjetër thot çdo ditë. Do me thënë nëse vjen një vëlla dhe bën mëkat kaq shumer brenda një dite, Perëndia, Krishti ka vendosur dhe duhet, siç do shkojmë edhe në fund do ta shpjegojmë, ta fal të gjithë erët. Dhe këtu nuk na thot, nuk na e pastron nëse duhet të kërkojmë dhe falje, por ne vetë duhet ta falim nga zemra tonë. Ne vetë, sa do që të mëkatoj vllai tek mua, unë duhet ta fal brenda zemrës time. Dhe të shkojmë dhe të dashur që kjo shëmbulltir para një fakti që mund të bëhet në realitet, do shikojmë dhe mund të bëhet dhe në zemrën tonë. Kur shkojmë në lutje, do shikojmë se si Perëndia në do sjellë në kujtimin tonë këto fakte dhe do të falim të tjerët që kishin faj kundra nesh, që nuk na kërkuan falje në orën e lutjes tonë. Dhe vazhdon dhe shpjegon Krishti, sepse Krishti do të na japi të kuptojmë që kur thot Zoti dhe kur jep një urdhres ose një lejim, nuk e jep kështu dhe ikën, por do të na japi mënyrën se cilën duhet ta zbatojmë këtë. Mënyrën se cilën do të bëhet vepër në jetën tonë. Për këtë mbretëria e qiejve ngjan me një njeriu mbret. Dhe shumë herë në shëmbulltirat shikojmë që thot Krishti, mbretëria e qiejve është e ngjashme, ose mbretëria e Perëndisë ngjan. Me një shembull vetëm në shëmbulltirën e 10 të virgjërave, thot që atëre, domethënë, që fliste për kohët e fundit. Për këtë mbretëria e Perëndisë ngjan me një njeriu i cili do të mbilte llogarin me shërbëtorin e tij. Dhe ai nuk është një gjë tjetër përveç se Perëndis ton, Zoti jon, Mbreti jon, i cili deshte të bënte llogari me shërbëtorët e tij. Zoti çfarë të doj bën, pra deshte, dhe ne jemi njerëz dhe shërbëtorë të tij. Nuk futemi ne në dëshirën e Perëndisë dhe themi këtë do bësh, po çfarë do Zoti, ne e pranojmë dhe themi amin Zot. Dhe në qofse do diçka të bëj Perëndia, kush jam unë dhe kush je ti, njeri kot, që të pengojmë dëshirën e Perëndisë. Dhe të themi pse Zot kështu ose pse ndryshe. Deshte që të bënte llogarin. Por siç e kam shkruar unë këtu, filloi të flasi me njeriu, me shërbëtorin e tij, të flasi me shërbëtorët e tij. Këtu është që të kërkoj llogari, të vi para tij, shërbëtorit e shërbëtorët e tij, neve të ndodhemi para tij dhe të flasim me ne. Të vi, domethënë, dhe të na thot fjalë dhe ne t'i përgjigjemi.
Pra, kjo ku bëhet në vendin tonë të lutjes, dhe kur jemi në prezencën e Perëndis dhe kur predikohet fjala e Perëndis. Atje na flet Perëndia. Dhe jo vetëm na flet me profeci, por në orë hap Biblën dhe studion dhe lexon fjalën e Perëndis, brenda nga paragrafet që lexon, atëherë të flet Perëndia. Domethënë quaj një llogari me ti në atë moment, në orën e studimit të prezencës së Perëndis, që e përmbushur me frymën e shenjtë brenda ditësh. Jo të flet Perëndia pra. Dhe quan llogari me ti. Dhe kur filloi të llogarin, erdhi tek ai një njeri që kishte mijë talanta borxh. Pra një shërbëtor që kishte borxh shumë gjëra. Por dhe ai nuk është një gjë tjetër përveç se dhe neve, që dhe ne kemi borxh shumë Perëndis. Mijë talanta. Të pafundme kemi ne borxh Perëndis. Kur dallojmë, vëm këtu në Greqi, pa borxhi jonë të ishte më i lehtë, më ashtu, po këto borxhe që ka secili nga ne janë të panumërueshme. Dhe erdhi dikush dhe i mori dhe i shuajti vëllezër të dashur. Dhe në qoftë se njerëzit luten që të shuhen borxhet dhe japin gjëra të ndryshme, tek ne erdhi një njeri tjetër, i cili ishte vetë Perëndia dhe i pastroi, i pagoi mëkatet tona. Por jo vetëm në atë ditë që na rilindi Perëndia, por çdo herë që shkojmë tek Zoti. Pra borxhet tona janë të mëdha vëllezër të dashur. Më kujtohet kur unë kisha për herë të parë lexoja Biblën. Kisha lexuar një javë në shtëpinë time, çdo ditë, çdo mbrëmje lexoja. Thoshja Perëndia im, nëse është ai fjala tënde shenjtë, hajde të lutem ta kuptoj. Dhe lexoja. Dhe në atë në mëkatet lexoja fjalën e Perëndis që më tregonte mëkatin tim, e quajti llogari me mua atëherë Zoti. Më tregonte mëkatin tim. Më çpajte pra mëkatet e mia dhe në atë moment që u lexoja do lutem për të parë thash tek Perëndia. Dhe u gjunjëzova, më kujtohet, nuk më kishte njeri që gjunjëzosha, por vetë u gjunjëzova. Kishte parë një fotografi që pash Krishtin të gjunjëzuar në Gjetsimani dhe u bëra dhe unë të njëjtën gjë. Pra në krevatin tim, në dhomën time, dhe thash, në qoftë se këto që shkruan ti në Bibël janë të vërteta, unë jam shumë mëkatar. Dhe në atë moment, në mendjen time, vjedhi kriki Golgothas. Një krik. Dhe gjak të derdhet nga kriki. Dhe atë në moment, vëllezër, duke u mbush me një prezencë, pra filloi të rrëngjethej gjithë trupi tim. Ishte mbushur gjithë ajo dhomë, si ishte era që është kudo ekziston erë. Ashtu ishte prezenca e tij, ishte kaq e ëmbël dhe kishte mbushur dhomën dhe ndjesha që thoshte biri im të fal, të dua, të dashuroj. I iknin peshët, iknin mëkatet, ishin borxhet dhe sa herë që shkojmë dhe na quan Perëndia llogarimet, ne duhet të hapim zemrat tona. Të tregojmë tek Zoti, ta pastroj Perëndia, të na fali mëkatet tona. Pra, filloi llogarin me të dhe ndërkohë ai nuk ishte ti paguante borxhet, sepse nuk kemi ti paguajmë. Në botë kështu mendoja unë. Thoshja që Zoti do vëj përpara një ditë nga njëra anë peshores të veprat e mia. Ishim dhe veprat e mira, imagjinoni tani. Dhe do t'i peshoj, të mirat janë më shumë, në qiell do të shkosh. Kështu mendonim. Dhe mëkatet tona nga ana tjetër dhe kush më rënd ashtu do shkonim. Kështu mendoja unë të paktën. Keni kujdes, drejtësia njerëzore, por tjetër thot drejtësia e Perëndis. Dhe një mëkat mund të më infektoj dhe një mëkat mund të sjellë në vdekje. Do ta çoj para mbretit. Dhe dha urdhër Zoti që të shitej ai dhe gruaja e tij, pse? Sepse sa kishte, sepse drejtësia e Perëndis atë thot. Që mëkati dhe paga e mëkatit është vdekja. Dhe mëkati qëndron brenda meje, brenda teje. Nëse qëndron, ka pagë dhe paga është vdekja. Këtë thot drejtësia e Perëndis. Kështu thot drejtësia e Perëndis, pra, dhe kjo është e vërtet. Dhe nuk mund ta harrojmë këtë gjë. Por ere shërbëtori Zot, ranë e këm duke thënë Zot, ki durim tek mua dhe unë do të paguaj të gjitha. Pra bëri një lutje. Një lutje, 5 fjalë.
Dhe thet Zoti, Zot ki durim për mua dhe do paguaj dhe do t'jap. E dinte Zoti që nuk mund t'jap të mbrapsh leket. Dhe e di Perëndia që ne nuk mund t'a japim. Mos mendojmë sikur duke bërë vepra të mira do të ekuilibrojmë peshoren. Unë vrapoj në veprën tënde, Zot. Unë ndihmova atje, unë ndihmova këtu, unë bëra atë. Do me thënë unë tani do më shikosh me një si tjetër. Por në qoftë se ekziston mëkat në jetën time, nuk do më të shikoj me si tjetër Perëndia, përveç se unë shkoj ja them. Atëre do të çlirohem. Por karakteristikat e këtij njeriu të lutjes ishin që së pari e njeh që kishte borxh. Dhe kjo është kryesorja, të njohim që ne kemi borxh dhe ta njohësh dhe ta njohim borxhin. Dhe thot, nuk e njoh borxh. Ç'u thon njerëzit? Dhe thuaj se nëse nuk e njoh nuk ekziston, por këtu unë e njoh, e kuptoj që jam borxhli. Shtrir bie në këmbët e tij, në këmbët e Krishtit. Shkoj me frymë të u përullur tek Zoti dhe i përulem Zotit. Dhe sepse është Zoti tim, është Perëndia im, dhe tek ai vetëm atë falenderoj, atë dhe kërkoj me lutje që të më fali. Kjo është pra lutja e pendimit, e cila gjithmonë ka përfundime të mira. Dhe përfundimi ishte tek 27-ta. I shtrir nga dëmshuria, zotria e tij dhe shërbëtori latë lirë dhe ja fali detyrimin. Nuk e dini nëse ki do priste një të shkonin gjërat kaq kështu, të thot kaq gjëra të mira Zoti te ki shërbëtor. Do mendoj, në mendjen ti do punoj dhe gruaja time, do punoj dhe fëmijët e mi, por nuk e mundit Perëndia të bëjnë jetën tonë kur ne bëjmë dëshirën e tij. Nuk mund të imagjinojmë akoma, por sa më para ka drejtësi Perëndie. Dhe nga ana tjetër, kur njeriu përulet, ka dhe mëshira te Krishti. Sepse dëmshuria e Zotërisë është Golgothaja. Kjo është Krishti, vëllezër të dashur. Sepse nga njëra anë drejtësia e Perëndis je fajtor, por direkt ekziston Golgotha. Ekziston biri i tij vetëmlindur, Krishti, Zoti jon, i cili me gjakun e tij u derdh për mëkatet tona. Dhe ndërkohë që ne jemi fajtor dhe jemi të denjë për të dënuar, dhe Zoti Krishti thot, unë do pagova për të. Qau, je i lirë, je i mëshirë pasë. Është serioze të kuptojmë se kur Zoti na mëshiron, vëllezër të dashur. Që të kuptojmë dhe të dimë brenda nëpërmjet fjalës së Perëndis, që Perëndia është afër nesh dhe na ndjen dhe gjendet afër jetës tonë. Një gjendje, një rast i tillë, të cilin Perëndia mëshiroi njerëzit, përveç se kësaj që lexojmë, është kur i pa të jenë të ndarë si dele pa bari. Shkon të ladhur, pra të lodhur, sepse ishte me ta dhe ishin si dele që nuk ishin bari. Dhe thot fjalë e Perëndis, i mëshiroi, i pa ata dhe i mëshiroi. Kur je i lodhur dhe i munduar, të mëshiron Krishti. Krishti ap mëshirën për ti. E kujtojtë çfarë thot, hajde tek mua gjithë të lodhur, do t'ju çlodh, o t'ja lodhje shpirtit tuaj. U lodhesh, shpirti tënd është i lodhur, mos je si një dele e cila ka humbur bariun e tij. Ta dish që Zoti të mëshiron. Dhe këtë do ta njohim, vëllezër të dashur, sepse nëse këto nuk i shikojmë brenda në Bibël dhe nuk i shikojmë, atëherë do kuptojmë që Zoti është larg nesh, por Zoti nuk është larg ne, por është gati të na mëshirojë dhe të na japi gjëra të mira. Dhe një pjesë tjetër e të cilën Krishti mëshiroi është kjo, sigurisht kur njeriu shkoi për ulur, është kur u kthie djali plangprishës, kur u kthie dhe u kthie atje pa dhe mëshiroi për të, e dashuroi,
Kur e pa njeriun të kthehet, domethënë të kthehet. Gruan e ve që humbi birin e vetëm në Nai, një grua e ve e cila nuk ishte burr. Dhe atëre një grua që mos kishte burr, shumë e ashpër, sepse nuk ishte as lektolla, domethënë që të merte, po dhe në mërzitën e saj që humbi burrin e saj, humbi dhe birin e saj, dhe vetmin që kishte. Mërzitje e madhe në zemrën e saj dhe në jetën e saj. Por Zoti kur e pa, na thot Bibla, e mëshiroi. Dhe kur mërzitja tënde është e madhe, vëllezër të dashur, ta dini që ruan përballë mëshirën e Perëndis. Apet mëshira e Perëndis para teje dhe unë, kur vjen mërzitja në jetën time, e di që atëherë Perëndia, Zoti më dëshiron më tepër, domethënë dëshiron më shumë ose më pak Zoti, jo, po hap mëshirën e tij. Për këtë, kur jemi në mërzitje, kur jemi të lodhur, mos mungojmë të shkojmë tek Krishti, sepse është gati që të japi përqafimin tek ne. Ka mëshirë për njeriu, për mëkatarin. Dhe çfarë i tha gruas? Grua, mos qja. Mos qja, i tha. Atë do thot Krishti, mos qja, sepse unë do ringjall birin tënd, dhe e ringjalli birin e saj. Sepse fjalët e Krishtit, vëllezër të dashur, nuk janë gënjeshtra, ngushëllimi gënjeshtër, po janë të vërteta. Dhe kur Perëndia ngushëllon me të vërtetë dhe me vepër. Pra, duke ka patur mëshirë dhe e la atë të shkojë. Dhe i e fali dhe detyrimin. E shumë i mirë, i lumtur ki burr, ki njeri, thotë Perëndis, doli ki gjeti një nga bashkëpunëtorët e tij, i cili kishte 100 dinar borxh te ki. Pra, duke dal nga ki shërbetor. Dhe këtu është pa rreziku, të dal nga prezenca e Perëndis, të dal nga prezenca aty ku më mëshiron Perëndia, dhe kur iku nga prezenca e Perëndis, fillon dhe brenda çohet njeriu i vjetër. Fillojnë dhe dalin gjëra të cilat i kisha në botë. Kisha në jetën time më përpara, në shpirtin tim. Filloj pra më dhe nuk jam më krishtian që isha, sepse ika nga prezenca e Krishtit. Sepse atje duket të pa Krishtin jemi asgjë, vëllezër të dashur. Dhe në kjo të afër Krishtit, dali përsëri njeriu tjetër. Do rimi, nxehja, do fillojnë të dalin zilira, tash e theme, pra këtë gjëra të tilla. Dhe të gjitha këto në veprat e mishit ton që na i thet fjalë e Perëndis, do themi tani si u bë kjo në jetën tim, ose do ta mbuloj në jetën time këtë gjë, sepse dola nga prezenca e Perëndis, pra do ta justifikoj. Ndërkohë që duhet të ri në prezencën e Krishtit, atje ku më mëshiroi dhe të marr nga dashuria e tij. Pra doli dhe gjeti pra një nga shërbetorët. Kjo tregon që kërkoi që ta gjente, dhe ai kishte borxh, po shumë pak nga borxhi që kishte ki. Por kishte borxh, kishte lek borxh. Diçka i kishte bërë. Dhe kishte borxh pra. Dhe ky njeri kërkoi që ta gjente. Shiko pa mirë mundësinë që ta shikonte dhe ta filloi ta mbiti, i vëi duart në grikë dhe hajde këtu i thot, atë që më bëre të më sjellësh, të më lash borxhin, të bësh. Pra, kërkoj që ta gjente. Dhe ai tani që kishte borxh këtij, thotë të njëjtat fjalë. Shiko, 26 me 29 janë paragrafet janë njësoj. Atëherë shërbetori shok i ra ndër këmbë dhe ju lut duke thënë, ki durim me mua dhe do të paguaj të gjitha. Të njëjtat fjalë që tha ki tek Zoti, pra ki mëshirë për mua të lutem, se do të jap lekët, do kem kujdes të të jap, do kujdesem për të t'i dhënë. Por ai nuk deshte, thot fjalë. Jo, vëllezër të dashur, është zemra e njeriut kur ikën nga prezenca e Perëndis. Nuk deshte, jo nuk mundej, jo
vështirësoj, deshte po vështirësoj, se do ta shikojmë këtë, por nuk deshte, pra kishte një zemër të ashpër, gur. Ashtu siç ishte në botë. Nuk flet tek vllai i tij, do të keqen e vllait të tij. Pse? Sepse më bëri të keqe. Dhe e justifikoi dhe më bëri dhe këtë, dhe unë do t'i bëj dhe një gjë tjetër. Dhe në vend të kemë mëshirë dhe të justifikoj çfarë Zoti bën, kërkoj të gjej mundësinë që ta mbyt. Dhe sigurisht që mund të mendojmë në jetën tonë, unë nuk shkoj kur të mbyt njeri, por nuk është vetëm kjo, vëllezër dashur, se shumë herë mbysim me fjalët tona, me sytë tona, me veprimet tona, vëllezërit tanë. Dhe kjo nuk është as pak e mirë në përparësive të Perëndisë kur bëhet. Njeri pra nuk mund të bëjë gjë tjetër, nuk mund të mbështeste të ruante veten e tij, ai tjetri këmbgulte. Vendosi në burg, gjesa t'i japi lekët. E fut në burg, pra. E lidhi. Të nëshme vëllezër dashur që mund të lidhim një njeri me të cilin mos ta falim, mos të kërkojmë t'i flasim, por dua që të theksoj, nuk prisja njeriu të më kërkoj falje, nëse bën akoma më keq, por nuk pres që të vijë të më kërkoj e fal në zemrën time. Në prezencën e Perëndisë unë e fal. Vet unë kujdes në zemrën time që ta fal, ta jap mbrapsh borxhin tim. Dhe ne e dim kur njeriu ka borxh dhe ka mëkatuar kundër nesh, është shumë serioze dhe ai nga ana e tij duhet ta ketë kujdes këtë borxh. Aq më tepër kur vjen të na thotë na falni. Por unë nga më përpara e di që ky borxh e rëndon njeriu, unë vet duhet ta çliroj. Unë dua vet ta lejoj të ikë të çlirohet ky njeri. Së pari jo mos bëhet kjo brenda zemrës time. Ata bashkëpunëtorët e tij tani u mërzitën. Ata që e pan, shërbëtorët pa, të tjerë e pan dhe ngjarjen u mërzitën me këtë ngjarje. Pra, shërbëtorët e Perëndisë që jemi ne të gjithë vëllezër dashur, kushdo që të bëj dëshirën e Perëndisë, kush ka frikë Perëndisë, pra kemi mbretërinë e Perëndisë brenda nesh. Na ka dhënë fjalën e tij Zoti, na ka bërë bijtë e Perëndisë dhe pret nga ne t'i ngjajmë atit ton. Pra, shërbëtorët kur shkojnë një gjë të tillë, mërziten, i dërohen, pra mërziten. Por vetëm që nuk u mërzit ishte ky njeriu i cili që nuk kishte mëshirë. Nëse ju kujtohet, shërbëtorët e djalit plankprishës u gëzuan, kishin valle kur u kthye djali plankprishës që kishte ikur nga shtëpia, sepse u kthye djali. Kush u gëzuat? Pra, babai, shërbëtorët vetëm biri i tij i madh nuk u gëzua. Zoti na ruaj pra. Ata e treguan tek Zoti çfarë kishin ndodhur dhe atëherë zotëria i zëmëruar e thiri përsëri në prezencën e tij. Dhe ndërkohë që vjen në prezencën e tij, ky njeri nuk mund të thotë falem Perëndi, nuk mund të thoshte. Të thoshte falem. Pas vllajin tim, motrën time, me njërin e kam vënë me tjetrin, Zot falem, nuk thot gjë të tillë, dhe dëgjohet zëri i Perëndisë, Zot shërbëtori mbrapsht. Kur unë të fala se më lute borxhin tënd, pra është rrëfimi dhe pendimi dhe ta dash mëkatin dhe të fala. Si përsëri në fillim vjen pendimi dhe pastaj falja. Nuk duhet edhe ti të mëshiroje bashkëpunëtorin tënd, ndërkohë që unë para nuk duhej, thot, shikoni një fjalë, përveç se asaj që thot shërbëtorin mbrapsht, dhe kjo nuk duhej, keni kujdes, është shumë serioze, nuk duhej, do me thonë, ke dëshirë nga mua të doptin që të falë vëllezërit e mi,
e ka këtë dëshirë. Pse e ka këtë? Kur e di që jemi të dobët. Sepse vëllezër na ka dhënë dhe armët që të mundemi të falim. Sepse na ka bërë bitë e tij dhe na ka dhënë mënyrën që të mundet të zbutet zemrat tona dhe të mbushet me dashuri për vëllezërit tanë. Ne, nëse nuk duam dhe mbajmë, atëherë nuk mundet të vi Perëndia me zor. Dhe të dëgjohet fjala e Perëndis, nuk duhej ta bëje, domethënë këtë gjë. Të shkojë përsëri në prezencën e Perëndis dhe të thuash Zot, më ndihmo të fal vëllain tim, më ndihmo ta dashuroj përsëri, të shkoj ta përqafoj, ta justifikoj, të më japi mëshirë, nuk do na japi Zoti, do na japi vëllezër të dashur. Sa gëzohet Perëndia ku na shikon të jemi të dashuruar, bijtë e tij, nxënësit e tij. Dhe vendos si shenjë vëllezër të dashur. Më bën shumë përshtypje kjo, do gjejnë njerëzit dashurinë që kanë midis jush, dhe do kuptojnë që jeni nxënësit e mi. Nuk thot që do shikojnë veprat e mira dhe që dhe këtë thot jeni bijtë e atit. Do shikosh mirësinë tuaj në fytyrat tuaja, njërën tjetrën. Do shikojnë mëshirën tuaj, nuk thot këtë, por do kuptojnë që jeni me të vërtet nxënësit e mi, sepse do shikojnë dashurinë që keni midis njëri tjetrit. Atëherë do kuptojnë. Nëse do shikojnë armiqësi, çfarë do thotë? Ky nuk është nxënës i Krishtit, nuk do thotë kështu. Dhe nëse thot njeriu, dhe vetë Perëndia mund ta thotë, që ky nuk është biri tim, sepse nuk më ngjan mua Perëndis, sepse Perëndia na dha shembull vëllezër dashur që të ecim në apat e tij. Dhe Perëndia këtu mbi tokë Krishti na la apat gjurmët e tij. Ja, Bibla është gjurmë e tij. Njerëzit kërkojnë dhe ecin gjejnë apat gjurmët me mënyrat me dritë kur është natë, brenda në për deg në për njerëzish ose kafshësh që ti ndjekin dhe kështu jemi dhe ne duhet të kërkojmë të gjejmë apat që është dëshira e Perëndis dhe kur na gjejmë këtë dhe ne prej Perëndia na tregon, atëherë të kërkojmë nga Perëndia forcë që ta zbatojmë, të qëndrojmë në prezencën e Perëndis, sepse nëse him dhe ne do bëhemi ashtu siç ishim më përpara, nëse dalim pra. Dhe do vinë 7 demon të banojnë dhe njerëzit do bëjnë më të këqenë nga të parat. Sa çdo ditë, jo që të dashurojmë dhe më shumë, por që të na japi forcën e frymës së shenjtë që të mundemi të zbatojmë dëshirën e tij, të zbatojmë urdhrimet e tij. E di sa e mirë që është që të falësh vëllezërit tuaj. Të pari dhe më e rëndësishmja është që të dashuroj. Nëse më fal, do të dashuroj. Dhe nëse të fal, do më dashurosh. E thot vetë Zoti këtë gjë. Kur shkoi ajo gruaja dhe kante me lotë e saj, Krishtin ishte dhe ai fariseu, i cili e gjykoi. Tha të Simon përsëri një vajte atë gjë kishin borxh, ja thënë që të dive borxhin Zoti i tyre. Kush e dashuroi më tepër, ai që atij që i falit më shumë. Tek atij që shkoi me gjithë mëkatet tek Zoti, ai pra kur fal, atëre vllai tënd të dashuron. Dhe është e mirë që të bëhemi simpatik para të na simpatizojnë vëllezërit. Dhe i nxehur ja dha dorëzoj të torturuesit. Kjo nuk është për ditë e fundit, por kjo është për jetën tonë të përditshme pa torturimet. Dhe është shumë serioze vëllezër, se na i vërteton fjalë e Perëndis. Kur jeni duke u lutur të falni ai dikush ju bën diçka juve. Sepse nëse nuk falni, asati juaj në qiell nuk do t'ju falë ju. Se unë nuk fal, nuk kam mëshirë.
torturu. A çka se them Zot, më fal, dhe kjo është shumë serioze, gjithmonë në lutjen tonë, ndërkohë që themi Zot, na fal, mëkatet tona, gabimet, të vendosim dhe në zemër, në mendjen tonë, është dikush vëlla brenda në zemër që kam diçka me të lutem ndihmom, tani që jam në prezencën tënde, tani që të bien lot nga sitë e mi, tani që më ke përqafuar Zot, më ndihmo këtë mëshirën tënde, vendosi tek mua, që të mëshiroj dhe unë të munduarin, mëkatarin, dhe të them diçka, le të bëj unë apin t'i afrohem, le të bëj unë apin t'i afrohem i pari, mos pret vëllezër, mos presim të tjerët vëllezër, mërzitem kur dëgjoj që të thot dikush, ose kur unë e them, ose e mendoj me mendjen time, nuk më përshëndeti, nuk më dashuron, nuk më bëri, nuk më... Vëllezër të dashur, kristiani gjithmonë duhet të mendoj unë bëra, jo çfarë më bërën, atëherë sepse do jetë një kristian i munduar. E shikoj në jetën time, jam i munduar nëse mendojmë kështu, mbas gëzimin, forcën time. Por kristiani, do Perëndia që të jetë i mëshirueshëm, me mëshirën që ka thënë Zoti në zemrën e tij, pavarësisht se ç'bëjnë të tjerët. Açka se unë thot pali, dashuroj më pak nga të tjerët, unë i dashuroj më shumë. Dhe nuk mërzitet për këtë se ka dashuruar vëllezërit e tij. Sepse është bërë shërbëtor i tij dhe shërbëtor. Zoti të na vendosi këtë mëshirë në zemrën tonë. Amin.